Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku çudit botën, kumullat shërojnë në këto sëmundje, ja mosha që duhet i konsumojnë urgjent. Ngrënia e rregullt e kumullave rrit ndjeshën dëndësinë minerale të kockave. Një studim të cilit i referohemi sipas Brightside u përpoq të tregojë rolin e ngrënies së kumullave në shëndetin e kockave të gratë. Gratë që morën pjesë në studim u ndan në dy kategori. Në kategorinë e parë, pjesë morën gratë që konsumonin kumulla rregullisht. Në të dytën morën pjesë gratë që konsumonin mollë rregullisht. Të dyja grupet merrnin gjithashtu kalcium dhe vitaminën D. Studiuesit u shprehen se kumullat kanë aftësinë të pengojnë fraktura dhe dobësimin e kockave. Ato rekomandojnë ngrënien e 2 deri në 3 kumulla në ditë, një sasi që duhet të rritet më vonë 6 deri në 12 kumulla në ditë. Sipas studiuesve, kumullat e njoma, por edhe ato të thata janë të sigurta për konsum për të gjitha grup moshat. Kumullat kanë aftësi të jashtëzakonshme për të ushqyer dhe mirëmbajtur kockat. Kumullat kanë një efekt laksativ dhe pastrues për të gjithë sistemin tretës. Ato janë plotësisht të rekomanduara kundër konstipacionit. Një racion me kumulla ofron 2.5 gram proteinë dhe plotëson 13% të kërkesave ditore tuaja për hekur. Ky mineral është i dobishëm kundër anemisë dhe qarkullimin e dur të gjakut. Por le të kthehemi te shëndeti i kockave dhe roli i kumullave të thata. Një sasi prej 3 deri në 4 kumullash ofron 290 mg kalium. Kaliumi njihet si një gardian i fshehur i kockave. Ky mineral është i rëndësisë së madhe sepse neutralizon acidet e dëmshme që shterojnë dëndësinë e kockave. Këto acide i gërryejnë kockat me shpejtësi dhe kaliumi shërben për t'i penguar ato. Për më tepër, kaliumi shërben për të ruajtur sasinë e kalciumit në trup dhe pengon nxjerrjen e tij nëpërmjet urinës. Kumullat janë një ushqim i nevojshëm për shëndetin e kockave. Megjithatë, ky i fundit mund të mirëmbahet edhe nëpërmjet hapave të mëposhtëm. Konsumoni çdo ditë fruta dhe perime të larmishme. Udhëzohet të mos neglizhoni arrorët dhe legumet të cilat kanë të njëjtin ushqyes të rëndësishëm për kockat si kumullat. Sigurohuni që të merrni më shumë proteina dhe suplemente të vitaminës D. Kryeni aktivitete të rregullta fizike si ecja, vrapje ose tenisi. Peshngritja e një intensiteti minimal gjithashtu është e rëndësishme edhe në rastin tuaj. Ngrënia e rregullt e kumullave rrit të ndjeshëm dëndësinë minerale të kockave. Një studim u përpoq tek roli i ngrënies së kumullave në shëndetin e kockave të gratë. Gratë që morën pjesë në studim dhe që konsumonin kumulla patën një strukturë më të mirë të kockave. Gjithashtu ato patën një performancë më të mirë edhe në nivelin e shëndetit të përgjithshëm. Kumullat njihen si multivitamina natyrale edhe pse ndoshta i konsumojmë jo aq sa duhet. Ka disa arsye pse duhet të konsumoni më shpesh kumullat në dietën tuaj. Kumullat përmbajnë më tepër se 80 lëndë ushqyese. Kumullat ndihmojnë për të përthithur më mirë hekurin në trup për shkak se janë një burim i mirë i vitaminës C. Një kumull përmban 84% ujë, 0.6% proteinë, 10% karbohidrate dhe 2.1 gram fibër dietike. Përveç kësaj, kumullat kanë nivele të ulta të yndyrnave dhe kalorive dhe përqindje të lartë të vitaminës A dhe C, kalcium, magnez dhe kalium. Ja disa nga përfitimet që organizmi merr nëse konsumoni vetëm 5 kumulla në ditë. Nivele të ulta të sheqerit në gjak. Kumullat kanë indekse të ulta glicemike që do të thotë se mund t'ju ndihmojnë të kontrolloni nivelin e sheqerit në gjak dhe të zvogëloni rrezikun e zhvillimit të diabetit të tipit 2. Përmirësojnë kujtesën. Nëse konsumoni 5 kumulla në ditë do të ndihmoni organizmin për të liruar veten nga efektet negative të radikaleve të lira, të cilat ndikojnë në keq në ruajtjen e kujtesës suaj. Kumullat janë plot me antioksidantë që ngadalësojnë zhvillimin e sëmundjeve të Alzheimerit, sipas ullumtimeve shëndetësore nga Universiteti i Harvardit. Ato gjithashtu përmbajnë antocianinë dhe quercetin, të dobishme në parandalimin e ndarjes së qelizave dhe trurit. Mbrojnë shëndetin e zemrës. Një kumull e freskët përmban 113 mg kalium, i cili ndihmon për të kontrolluar tensionin e lartë të gjakut dhe zvogëlon rrezikun e goditjeve në tru dhe në zemër. Ato përmirësojnë dhe mirëmbajnë sistemin e tretjes. Kumullat lehtësojnë kapslokun dhe ndihmojnë në probleme me tretjen e ushqimit. Janë të mbushur me fibër dietike, sorbitol dhe histanin. Kumullat të thata janë të mrekullueshme për të përshpejtuar tretjen. Një tjetër mënyrë për t'i konsumuar kumullat gjatë gjithë vitit është të t'i zhysni ato në ujë të zjerë. Të lini të ftohen dhe më pas t'i konsumoni.
forcojnë gjithashtu edhe shëndetin e kockave. Studiuesit nga Universiteti i Shtetit të Floridas dhe Oklahomas kanë shqyrtuar për 12 muaj 2 grupe të grave në periudhën e pasmenopauzës. Një grup konsumonte 100 gram kumulla të thata në ditë dhe grupi tjetër konsumonte 100 gram mollë të thata në ditë. Të dyja grupet konsumuan suplemente të kalciumit dhe të vitaminës D. Grupi që konsumoi kumulla të thata kishte dëndësi më të lartë të kockave në shpinë dhe në para krah. Kumullat përmirësojnë gjithashtu edhe shëndetin e syve. Kumullat janë shumë të rëndësishme për shëndetin e syrit. Fitonutrientët që përmbajnë kumullat mund të ulin rrezikun e zhvillimit të degenerimit makular ose pikat e verdha, çrregullimet shëndetësore që zakonisht prekin njerëzit e moshuar. Kumullat mbrojnë gjithashtu edhe kundër qelizave të dëmtuara. Ato kanë aftësinë të eliminojnë nga organizmi radikalet e lira të dëmshme në saj të antiocianinave. Ato janë të ulta gjithashtu në kalori. Një kumull e vogël përmban vetëm 30 kalori, kështu që kumullat mund të jenë një ushqim i shpejtë dhe shumë i mirë nëse mbani dietë. Kumullat mund të shkatrojnë qelizat e dëmshme të gjirit. Ekstraktet e kumullës mund të vrasin qelizat agresive të gjirit, ndërkohë që qelizat e shëndetshme përreth tyre nuk dëmtohen gjatë trajtimit. Ekspertët shëndetësor të shëndetit thonë se kumullat neutralizojnë efekte negative të radikaleve të lira si dhe mbrojnë kundër zhvillimit të kushteve shëndetësore si astma, artritis, stroke dhe radikalet e lira. Antioksidantët e gjetur në këtë frut mbrojnë trupin nga radikalet e lira që përshpejtojnë procesin e plakjes. Zeaxanthin, një karotenoid i rëndësishëm dietik, shndrohet në retinal, ku siguron antioksidant dhe mbron kundër rrezeve ultravjoc. Këto antioksidant janë veçanërisht efektiv në parandalimin e yndyrnave që kompromentojnë qelizat e trurit ose neuronet. Përbërësit si sorbitoli dhe histanin të gjetur te kumullat ndihmojnë në rregullimin e funksioneve tretëse dhe në konstipacion. Vitamina C e kumullës rrit rezistencën e trupit për të luftuar agjentët infektiv, inflamacione dhe radikalet e lira. Kumullat janë gjithashtu të mira në shërimin dhe mirëmbajtjen e mukozës dhe membranave të shëndetshme. Ato mbrojnë nga kolesteroli, i cili formon një mur në arterie duke bllokuar qarkullimin normal të gjakut. Vitamina C të kumullat është mjaft e mirë në kontrollin e sëmundjeve të zemrës te personat me diabet. Disa studime kanë lidhur kumullën me parandalimin e radikaleve të lira, veçanërisht ato të gjirit, gastrointestinale dhe respiratore. Antiocianin, një pigment blu në të kuqe, mbron kundër radikaleve të lira dhe rregullon shëndetin tuaj. Vitaminat A të gjetur te kumullat njihen si një mbrojtës kundër problemeve orale dhe kaviteteve të gojës. Fuqia antioksiduese e kumullës dhe fitonutrientëve të saj ndihmon në përmirësimin e qelizave të shëndetshme. Kumullat gjithashtu mbrojnë shëndetin e zemrës, përmbajnë antioksidant që ndihmojnë në zhdukjen e radikaleve të lira, si dhe oksidimin e kolesterolit. Oksidimi i kolesterolit është një dëm i madh i enëve të gjakut, të cilat mund të shkaktojnë një numër të madh të problemeve të zemrës. Kumullat përmbajnë kalium, që është një përbërës i rëndësishëm i lëngjeve që ndihmojnë në kontrollin e ritmeve të zemrës dhe presionit të gjakut. Ato parandalojnë mpiksjen e gjakut që çojnë në probleme si arterioskleroza, citonën thisaj. Kumullat normale dhe kumullat e thata njihen si laksativ natyral që ndihmojnë edhe në mbrojtjen e shëndetit të zorëve. Kumullat ndihmojnë në mbrojtjen kundër degenerimit makular. Ngrënia e 3 porcioneve në këtë frut ul riskun e plakjes. Mundohuni ta përfshini kumullën sa më shumë në dietën tuaj, sidomos në mëngjes ose në drithra ose në sallata. Kumullat kanë aftësinë të thithën ekurin në trup. Kjo vjen për shkak të vitaminës C që përmban ky frut. Ekuri është i domosdoshëm në krijimin e rruazave të kuqe të gjakut si dhe luftimi i anemisë. Kumullat eliminojnë toksinat, ndihmojnë jashtëjitjen duke ndikuar në një humbje natyrale të peshës. Kumulla është e pasur me fibra dhe antioksidant që ndihmojnë në një metabolizëm më të mirë të organizmit. Ato përmbajnë acid citrik që parandalon lodhje dhe ngërçet muskulare. Ngrënia e rregullt e kumullave ndihmon në kontrollin e niveleve të sheqerit duke ulur riskun e zhvillimit të diabetit të tipit 2. Përfshiheni kumullat në dietën tuaj dhe gjithashtu mund të merrni shumë përfitime, citonel thisaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.